Në spektaklin tuaj jemi këtu në Odo në Radio Televizionin 21. Për çdo javë kemi thënë se ndryshe dhe nga të gjitha anët e botës ku ka shqiptar, personazhet e veçanta do të na vinë në spektaklin tuaj për të rrëfyer, për të na thënë gjëra të bukura, për të sjellë përvojat e tyre si një pistë e bukur në jetën tuaj të ardhshme. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi një gazetar, një dëshmitar, një njeri që absolutisht ka qenë dëshmi e dëshmitar i epokave të rëndësishme të marrë shqiptarisë. Ai vjen nga Shqipëria mëm, nga tropoja jonë. Zonë e zotri, për ju, për ne, për të gjithë, zotri Ismail Buçpapaj. Ismail, mirë se erdhe. Mirë se vjetër. Po si e burri dheu? Mirë i fort. Zakonisht e kam si shprehje që më pëlqen edhe mua, tham, po a je farnipi Skënderbeu ta? Jena nipa edhe ju dhe ne, jena nipa Skënderbeu. Nga tropoja mëm. Po tani me jeton në Tirana? Po tani jetoj në Tiranë. Në realitet, po i ke qëndru besnik tropojes, deri, si të themi kështu, në finalizimin e ngjarjeve të mëdha kombëtare. Po, i kam qëndruar sepse tropoja është vendi më i bukur, është vendi më historik, është vendi më mikpris, është vendi edhe më i bukur në natyrë. Në botë. Në botë. E po kuptoj. Unë ju anonçova dëshmitari i epokave për faktin se vërtet kur ta mendosh të rikthehesh, lindë rrit në Tropoj. Po. Edhe gjimnazin mbaruan në Tropoj. Edhe fillorën, ha? Po. Gjithë e kam mbaruar. Ishte gjimnazi i mirë, i fort kështu? Shumë i fort. Siç themi në Ishte mjaft cilësor dhe ai gjimnaz ka prodhuar me 10 shkrimtar, poet, inxhinier, mjek, me emër në Shqipëri tani. Me emra në Shqipëri. Në cilin vit e mbarove, mban mend? Unë e kam mbaruar 77. Nuk kena me të ndjekne për vite sa vite i ke, po në vitin 77. Pastaj shkova për studime? Pastaj kam marrë për mësuesi, jam kthy, kam filluar punën në 81 mësues, në një fshat në Gysen, në 82 kam filluar mbara mësuar dhe atër kam vazhduar gjerë sa kam filluar punën e gazetarit. Në Tropoj. Në Tropoj. Në realitet, opinioni ynë, ju Buçpapave ju nje, absolutisht kështu. Në radhë të parë si familje madhe, në radhë të parë si familje intelektualësh, gjithmonë thëmë në radhë të parë, po edhe në vetë të parë, dhe si familje që edhe një ditë e kur do herë ju gjendë kombit në mbështetje, në mbrojtje, një ditë ju gjetë kombit e shqiptarve edhe në pritje, si në shtëpinë e tyre, e kështu me radhë. Është kënaqësi që të kam musafir, vërtet, sepse kur vinë këta dëshmitarët që thashun të epokave, e të kohrave, dhe ju vërtet keni pas fat të mirë, të vështirë, po fat të mirë që të jesh dëshmitari i bashkë ngjarjeve të mëdha në Shqipëri e në Kosovë, në këto 30 vjet e fundit. Na im falenderoj shumë sepse ju jeni televiziori i parë i Kosovës që merri një dëshmitar qoftë të pritjes e vëllezërve kosovar 98-ën, edhe të 99-ës, po njëkohësisht edhe të luftës së Kosharës. Edhe ndoshta e quaj neglizhencë televizionit të tjera që nuk i kanë kap këtë aspekt sepse jam një thesar në kuptimin e mirë fjalës me fat, si kam kap ato momente dhe kam shumë. Dhe janë me 10 orë të pak ekspozuara akoma në mediat shqiptare edhe kosovare. Akoma i ke, Kemi shumë. Po kjo është e jashtëzakonshme për vetë historinë, për arkiven shqiptare, që të jemi Janë të jashtëzakonshme. Dëshmitar më të fuqishëm, me vull, me gjëra të drejt për drejta, të gjalla, live që kanë ndodhur aty, sepse në realitet shumë gjëra e kemi pa tuajat. Edhe të Ilirit, edhe tuajat gjatë edhe gjatë ditëve të luftës, se ju keni arrita plot kronika me na dhënë. 2 emisione i kemi bërë gjatë kohës që përbëj luftën koshare, dhe kronikën e parë që është dhënë për Kosharen dhe për luftën e UÇK-s është dhënë nga unë, nga aty nga
data 28-29 prill që s'kishte thënë as një televizor, as botnor, as lokal, as shqiptar. Dhe në momentin që e kam thënë unë, domethënë sot e kam thënë televizori shqiptar, nesër ka dalë Xhimi Sheha, zëdhënësi i NATO-s dhe ka thënë që UÇK-ja është e fortë dhe e organizuar. Sepse deri në atë moment propaganda serbe thoshte që UÇK-ja janë ca organizuar, e shpartalluar, e kemi shpartalluar kështu me... Kjo ishte, dhe ndryshoi shumë nga e vizionit dhe të pamjes, edhe politika edhe NATO-s. Në ato filmime tuajat, edhe të tjerëve, kur shkarit me, aty shifej një ushtri organizuar, tamam i shiheshin brigadat, armatosja dhe ishte kështu, tamam shihej edhe ishte. Po kështu, si kujton ditët kur vërtet vendoset që kamera juaj të bëhej dëshmitare e luftës, por edhe dhimbjes së një popullit të tërë? Shiko, unë thash, e the edhe ti bukur, kam qenë me fat, që unë ndodha me kamerë, dhe sa po kisha krijuar televizorin lokal, e kisha ngritur televizorin lokal të Bajramsurit, që quhej një aventurë për në atë kohë, por që historia e tregoi që ky televizor, për momentin që u ngrit, kapi faktet më të rëndësishme të historisë brenda një shekulli. Një shekull. Ishte hera e tretë që tropoja priste vëllezërit e tyre kosovar që në 1912-ën, 27-shin edhe 98-ën, që i pritin ne rreth 25.000 vëllezër kosovar. 98-ën refugjatët ju i prisnit, domethënë krejt Shqipëria më, po tropoja ishte bariera e parë, veni i parë. Edhe shembullin e mirë, dhe i mbajtëm në shtëpia tona, sepse shteti shqiptar... Si e kujton atë periudhë? Po, ajo, me 10 herë kanë dalë lot, ato skena që do t'i paraqesim në një emision të veçantë, janë të llahtashme dhe edhe sot kur i shikon, nuk mund t'i marrësh lot nga ato skena, ato gratë, ato pleq, ata fëmijë duke qajt, ato të mërë që i kishin pa me synë dhe kur vinin tek ne, shfaqeshin me emocionet e jashtëzakonshme, gati në disa momente edhe nuk ishin normal nga ana psiqike. Po, në Tropoj kjo filloi edhe shumë më herët, sa i fluksi i madh. Nuk janë vetëm ditët e bombardimeve, janë shumë më herët, një vit më herët, apo më shumë. Një vit në 98-ën, ne kanë filluar në mars, prill, nga fundi i majit dhe atë me 1, 2, 3, 4, 5 qershor, ata kanë vazhduar, vishin nga 2000, 98 flas. 98. Domethënë komplet 98-a. 98-a 25.000 të vëllezër e motra nga Kosova, i kena prit ne, dhe shteti ishte shumë i lodhur. Nuk ishte organizuar, ndoshta si kishte marrë as masat, nuk e dinte që vishin gjithë ata njerëz. Rendi nuk ishte mirë, ekzistonin gabitet e gjëra. Po, problemet e mëhershme. Populli i futin në shtëpia. I marrin me bukën e vet, e ndau kashatën, nuk u turprua, dhe një vit kanë jetuar në shtëpinë e Tropojanit rreth 25.000 vëllezër nga Kosova. 25.000. Po sa banori kishte Tropoja? Tropoja në rreth 20.000. Tropoja të 22, 23 sepse ne kemi qenë 48, po u çdo familje dyfishoi numrin e ishte domthonë mesatarja ishte çdo person matë një kosovar dhe krejt kjo zemra e madhe e shqiptarit. Sa ishte biblike kjo dyndje e dhunshme që ndodhi bashkë si me po të themi me hebrejt, aq ishte biblike pritja edhe përkushtimi i gjithë shqiptarëve në këtë periudhë i tropojanëve tanë. Nuk e beson kërkush, asnjë njeri nuk e beson pa me sy të vet, kamera do ta tregoj pjesë minimale në kuptimin se çfarë skenash, por ato skena janë të rralla, janë shumë emocionale, por janë edhe që t'jep edhe forcë shqiptarisë se vllau për vllau bën atë që s'mund ta bëjë askush për njëri tjetrin. Dhe e arriti Tropoja me e boktë. Nga 40 vjet ka pas, për shembull, ditë e para 40 deri 45 vjet ka pas familje që ka pas mama. U hap në komunën e Tropojës, se ai ishte pjesa kryesore në fillim që ishin në kufi, dhe u hap në gjithë rrethin. Në mënyrë krejt natyrale, në mënyrë
me shumë zemër t'i prit. Absolutisht. Atër fillon i sistemuan, pasi u sistemuan ato i fillon atër shkollat. që nga Vërmoshi e derin Konispolm, në vazhdimsi. 99, pastaj, vim 99. Po sa vështirë ishte të punoje në televizionin Bajram Curri, njëkohësisht, sepse ju jeni marrë dhe me plot aktivitete, dhe me pritje, me shpërndarje të njerëzve me kështu, po në kohën kur kufiri ishte kthyer thjesht në një plagë të madhe të shqiptarëve. Tash një mësues bëhej edhe gazetar, edhe kameraman, edhe... Unë kom pas fatin e mirë që vllau im i Lipur Shpapa ishte gazetari radio televizion shqiptar, edhe shumë vite më merrte me vete. Paka shumë këto skenat, këto gjonat edhe kamerës i kisha mësuar. Ai më tha që blej kamerën, ma bleu në Amerikë, edhe hynë në profesionit e gazetarit, në mënyrë natyrshme me ato dasmë të gjanat. E kryuam televizionin dhe ky televizor atë erdhi në një moment të shumë të mirë dhe shumë pozitiv për kosovarët. Sepse erdhen ata kosovarët dhe kjo shërbeu për sensibilizimin e gjithë opinionit. Gjithë tërpojnë i kena qunë kam me televizor të vogël, po i kena po të gatshëm sa natën ditën kur shërbit vëllezërit kosovar. Ismail ka me ta rregullu veç mikrofonin pak dhe kjo le të rrjedh natyrshëm edhe emisioni, por nuk e çojnë kam veç tropojen edhe e çojnë kam ky televizion, po e përdori se e ngriti, e çojnë kam themi edhe tropoja dhe Kosova. Edhe gjithë botën, se gazetarët nga gjithë bota në realitet vërshun me marrë pamje, me ju vizitu, me pa qëfar po bëni. Në 98 nuk ishe shumë gazetarë nga bota. Ta vinë në 99, erë në 99. Sidomos mujtë e parë, erë në mujtë qishorë, nuk ishe shumë gazetarë. Mund t'kishe një gazetarë të televizorit shqiptarë, edhe nuk ishe shumë gazetarë. Mas një mujë, 2 mujë kanë fillu me arë gazetarët. Qëfar djetë kur patët për herë të parë kolonat e refugjatëve, ju e thatë edhe vetë, që hynë në Shqipëri me lotë, me frikë, me dhëmbje, me fëmijë në krah? Treshtem. Nuk i besënim syneve. Nuk i besënim syneve, vetëm se i shikoj ata lotët në binin edhe ne, por forca rritej. Pra, nuk ishe kohë me mendu për keqë, por kthehe se si mund të shërbesh këtyre njerëzve që ti fusë të shtëpia, ti rregullosh në anën psikologjike, anën fizike, ti ndihmosh me spitarin, strahimin, ushqimin, dhe këtë e bani Tropoja. Tropoja është heroike. Jo si nga Tropoja, po e tregoj. Moj Tropoja jonë e bukuro. E di që edhe mu ka gjenë Tropoja. Me këtë këngë jom popularizu për herë të parë në botën shqiptare. Po kjo është diçka tjetër. A ka ndonjë ftyrë refugjati që nuk kjo është larguar nga kujtesa? Unë kam shumë. Se ju shoh që keni emocion deri sa flisni. Sepse unë ato janë me dhjetra, po në një rast ditën me datën 2 qershor ishte mbushur plot sheshi para shkollë, ishte mbushur shkolla e mesme e Tropojës pranë të komunës, ishte mbush spitali, ishte mbush xhamia dhe duke marrë intervista kështu, takoj një nanë aty, edhe e pyes më, e tregon ato që kishin nga 4-5 dhe i thom, sa vjeç është ky fëmia? E kishte të mulum. Thash 12 orë. E shikoj se me vëmendjen si 12 orë, ky ka lind tha në kufi, ku ndohet Kosova në Pades. Pra kufiri territorial se ne Kosova është e jona, mram natën. Edhe ja kena vuajmë në Slirim, tha. A ishte një gjë shumë e madhe. Ja kena vuajmë në Slirim. Dhe ndoshta më vonë do ta tregoj se e kam filmuar këtë djalin të Slirimit, ishte nga Vokshi. E kam filmuar para 4-5 vitesh. Harrova me ta sjell se po ata nga kesi kështu. Pra do të jap Slirimin 12 orësh dhe Slirimin 18 vitesh. 18 vjeç. Ishte po djala zgan. A djala zgan. Djala zgan. A sa e bukur. E vështirë një gazetar që edhe filmon dhimbjen edhe derisa dhe brenda vetës ndjen aq shumë dhimbje. Po, aty dhimbja duhet kalu me forcë për të ndihmuar ato momentet vështira që ishte tragjedi. Tragjedi dhe që kishin pa në filma, kishin gjuhë nga parë tanë, se si kishte ndodhur me vëllezërit
të tjerë, ma herë tjera nga Kosova që kishin ardhur në Tropoj, që kishin prit, është ajo ka nga 12 me vogla shtëpi, pra Malësia që po i pret. Ndodhi kjo. Gjëja më pozitive ishim që kishim NATO. Mendonim që Amerika është me ne. Dhe kjo gjithmonë na bën të fortë përveç forcës që kishim brendshme. Dhe ajo faktikisht ashtu doli. E bukura ishte që edhe kishim punu koxha mirë që Amerika të ishte me ne dhe është mirë ta vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim. Shumë pozitive. E të mos ta ndrojmë kurrë. Shumë pozitive. Sepse Amerika ka vendin këtu e na e kemi vendin me Amerikën gjithmonë se jemi civilizim evropian. Na ndodhi që na ndodhi fatkesi dikun 70 vite me lindjen dhe e pam që është ajo në... Ju jeni nga dëshmitarët e rrallë të betejave të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në ato pjesë, e sidomos të betejave të Kosharës në periudha të caktuara. Po, në realitet, kur i pate kontaktet e para me ushtrisë qëllimtare të Kosovës? Po, hapja e televizionit me krijoi shumë mundësi për kontakte. Qoftë shoqata, qoftë individ patriot nga Kosova, të OSB-s, të Bashkimit Evropian, kontaktonin sepse kishin nevojë për mua dhe unë kisha nevojë për ata për informacione. Sigurisht. Dhe unë kam kontaktuar shumë ushtarë të QK-s, shumë komandanta, shumë heroj që janë vrarë dhe kanë dhënë me jetën për Kosovën. Por më imam kam qenë në turizëm nga fillimi i vitit 98. Në turizëm, që le ta kuptojë për ju unë, është hoteli i qytetit, që ju i keni thënë turizmi gjithmonë. Edhe takoj disa, thoshin kanë ardhur disa shok nga Zvicra, unë e kisha djalin e Xhaxhait atje Skenderin, edhe ai ishte i lidhur me ato sepse Zvicra ka qenë Po tash Skenderi ishte në Gjenevë, bashkë në vendin ishte pra dhe domun ata e krijuan besimin sepse si kushëri edhe i Skenderit, ndërta ishte Salit Çeku, Avdyl Krasniqi është baba i Femi Ladrovcit. I Gjev Krasniqi. I Gjev Krasniqit dhe Ladrovcit. Faradin Tafallari ishte Gjemal Fetao. Dëshmori kombit. Dhe ishte Zenel Apanga, i thoshin, tani e ka Zenel Krasniqi, po atë ishte Zenel Apanga. A Zenel Apanga i thoshin? Apanga i thoshin atë. Sepse do ta kem javën tjetër Zenelit. Kena po një bisedë shumë interesante, ata ishin interesuar për futin e armatimit, kishin filluar me grupe. Kam përshtypjet më të mira për ta. I takove, bisedoni, Bisedum se ku do vendoset armatimi që do të mbërrijë? Jo, unë nuk hysha në sekrete. A nuk ishin sekrete? Nuk desha me hynë sekrete. Edhe ata, kishin besimin tonë, por më pyetën pak a shumë për pikat kryesore, ku do kalojnë, që mund të jenë më ashtu njerëzit, krahinat ku mund jenë më të besuar. Edhe disa pyetje tjera që nuk thuhen. Po, edhe pak a shumë ku kanë me pas jatakt. A i thoni jatakt? Po, edhe ato pika. Jatakt, ku do vendosen, ku do rrinë. Ato pika që biseduam atë natë pak a shumë aty shkuan. Aty shkuan. Edhe ku do ngrihej për shembull në përgatitje ushtarëve që u vendosin në Babin, në Privç, në Tropoj, në Kovaç, në Buçaj, në Papaj, pak a shumë ato pika ishin, që edhe nga përshtatshme, edhe nga ana gjeografike, po edhe ushtarak, që si të mbrojtur ishin. Po më herët kishe dëgjuar për këta luftetarë që shkonin, vinin në Shqipëri, e ktheheshin, i kalonin kufijt të ngarkuar. Tërpoj është vend tranzicioni. Absolutisht. Dhe ne zgëzoheshim kur thonë që kaluan me armë. Ishte pak si sekret. Dëgjonit për këtë. Po, një gjëne. Kanë kaluar shumë armë, sonte, janë lodhë sa orë, kanë esë në përpjeç, kanë bërë këto me armatim, i kanë njëmuar shumë Tropoja në mënyrën më të fortë dhe shumë patriotike dhe asnjë lloj interesi, vetëm kanë marrë përsipër barrën e rëndë të kalimit vështirësive. Sa Tropojani kemi dëshmorë të kombit? Po në këtë periudhë janë 22 dëshmorë, që kanë rarë. Kemi dhe jetët plagosur. Po, sigurisht. Edhe në luft, edhe në kalimin e armëve, atër edhe në minan që to nuk i quim, po pjesë e sherrit të luftës është ajo, që kanë ra banorët,
s'po përmendim kafsht. Absolutisht. Po, pastaj vinë ditët e lavdishme të betejës së Kosharës. Ato janë shumë bukura. E tani pritej gazetari Kamermani do të shkonte momentet e para. Duhej një leje aty, duhej një leje kalim, ha? Shikoj, unë isha po personazh nëpërmjet televizionit lokal, isha po personazh i njohur edhe i besuar. Se krahas shumë emisioneve pritjes së vëllezërve kosovar, jepim filma patriotik, jepim këngë patriotike. Biles shpeshherë ata banorët e papaje përshëndesin komandantët e tyre, se kishim një emision ne me përshëndetje me këngë kështu, për ditëlinje, për gjona kështu, dhe i fuqin emra. Për shembull, unë mbaj mend që e përshëndesin Agim Ramadanin, Rustem Berishën, Salitekun, që ishin akoma s'kish fillu lufta. Ma mrapa tash këto emra na ngulën ndër. Edhe ditën e parë që shkova unë atje, kishte filluar lufta një 10 ditë. Ishte vështirë sepse duhet kontaktoj edhe me njerëz që t'jep një siguri atje, atlan apo s'lan, a është sekret, s'është sekret, e ke besimin e kishën ata. Nëse gjeta një ndërmjes, ngjitem atje kaloj nga rruga të një prue aty është para se me shkun pa desh, aty ishin rojet. Pa dha 1-2 ushtarë nga tropoja që ishin të QK-s, na kalon atë thënë kalo te pika 2, kur shkum te pika 2, jo një komandant aty në ver Maloko, jo si kishte ai, sheqer Maloko kishte. Edhe nuk lejohet, nuk bën këtu. Thash po jam mërburi kështu. Thash kam folur edhe me ato brigadës se ishte një burr shumë i mirë, komandanti i brigadës të ushtrisë që ishte atje, Halil Kuçana. Në këtë moment ishte vrarë një ushtar në pozicionet e UÇK-s, ishte vrarë me top nga Serbt, në pozicione ishte shpud ato trashenë dhe e kishte myt nga Gjakova. Vjen komandant Rustemi, nuk e njihja, edhe i thon kështu. Një burr, një djalë i ri, një bukurash. Në përshtypjen e parë te besoj që regjia po na jep, dukej tamam një djalë i ri bukurash. Tepër përshtypjen e njeriu fisnik. I thon kështu. Duhen, janë momente që duhen, në hyjmë një histori, tregojmë me luftën për që po bën UÇK-ja. Pra është domosdoshmëri edhe për propagandën në ato momente që duhej, po edhe për historinë që të vinte mbrapa. I tha aty Enverit, i tha, t'jepet leje, tha non stop 24 orë, tha sa artoni. Pra, unë e falenderova, edhe më thonë drejtën hyjmë atje, me shumë emocion, kur kemi me kalu, dhe posa për deshit, është në gjitë me kufirin me Kosovën, administrativ. Aty kam dhjetë shumë emocione, sepse ne në gjonim radio, njekshim në Prishtinën, kishim lezu historinë, në gjonim baballarët tanë, dhe dëshira jonë më madhe ishte për me shkel Kosovën. Me prek një ditë Kosovën. Nuk e kishim edhe as të predhat, as të krismat, as i gjavë, a jam tokë Kosovës. Pra ishte shumë emocionale. Biles, kena rajes një 5 kilometre, kena gjithë komandant Hysen Berishën, isha krejt emocione edhe kërë pysqa. Me atër mora shumë personazhe shumë interesante. Edhe Hyseni djali i ri. Djali i ri dhe shumë aktor dhe shumë patriot. Edhe orator. Orator. Ai të kënaqshëm. Një fjalor të pasur, të përgatitur, se ai edhe ishte ish oficer kështu, tash e gjojt lagosur, aty kishte lidh fashën tu, kishte sa plak nga sifat e saj. Me hapi gjitha rrugët edhe më kryo gjitha mundësit për me filmu, me marrë intervista dhe me shoqëre me ushtar dhe ja di për shumë faleminderit atij pse se i ka bo jo nder vetëm brigadës, po i ka bo historisë. Po sigurisht, po si ndjehesh emocion të shkosh në vijat e para të frontit? Emocioni ishte për mua ishte emocioni sa kam shkel në tokë Kosovës. Ato ishin të gjithë njësaj. Gjithë njerëzit ishin njësaj. Aty vija e parë dhe vija e fundit ishin të rrezikshme njësoj, sepse aty ndodhen bombardime shumë të mëdha. Pra, çdo pikë ishte e rrezikshme. A ka pas momente kur ke menduar që s'do dalësh i gjallë nga pjesa ku je fut me kamerën? 3 herë. Ditën e dytë që kam shkuar dhe
pas 10 ditësh edhe ditën me 10 qershor që u bë ai komandos, kem qenë shkoj me marr komandant Rusemin, me shumë kisha ai motocikletë. Shkoj apo më isha shumë për të rësaka ajo dhe takoj komandant Rusemin gëzu. Para se më ratë posta të komanda e shtabit, i shoh një 30 ushtarë të ÇK-s që ishin kthyer nga spitali ushtarak. Ka gëzim. Ka gjithë njerëzit kishin një gëzim të shpirtënor, ty rrog, ty qesh, ty fol me gëzim. Edhe bie te komandant Rusemi, por çuti ja ditë dhe gjatë gjithë kohës maj komandant. Nuk ishte i rruar. I thash komandant ja marr me marr intervistë. Tha po. Në përgjigje komandant, nuk ishte shumë dëshirë me dhanë. Në intervista po mund përgjigjej. Se si ja kishte dhënë ndrym, mund përgjigje, domthon mi ka dhënë intervista se shikoni intervistat e komandant Rusemi janë shumë pakta, ishte modest. Si duket kështu vazhdon. Ja 2 herë kam ftuar në këtë emision, është gatrallët që akoma s'ka ardhur. Njëri shumë i zoti, shumë modest. E i thon komandant do të morru. Sot jena dita e fitores, edhe do me di se çfarë do të bëu ÇK. I bona presion më tha, unë jam komandant i gjithë këtyre, tha, ti je komandant e mi, thash. Komandant thash, i bukur ki qenë, edhe të bukur do të filmojmë edhe herë në fundit, edhe shkoj më urru, aty ishte një kru natural, po ishte si trashe. Ne po prisim me hisën Brish, me Fris Dashnjeve, me një komandant tjetër, sa të rrui komandante, me ja marrë intervistin. Si ka pangel vetëm një gjysë musteqe këtu, ka ban një predha aty. Predha ishte 2 metra larg aty, 4 metra larg nesh. Ra të një ushtar aty, edhe vdiqja i ushtari, më duket ka qenë kuzhinieri i brigadës. Në sa u qumë, se unë urzova, si që me kam urzova rash në të gurë, o po një tymi malë se ishte dheu e bjeshke, dhe pas 1 minutë e gjysë 2, ka ra predha e dytë. Tëni, ne du të kapshim komandantën, Rusemin me kapim me tërhiqna, sepse ishim në pik front, në goditje. Ai dhe se me shku të ushtarë të plagosë. Një plagosë një vdishë, shko të gjaku aty, e kena kap me forë, se kena ranë për ati, kanë ardha jo, ti me Kadria me gjithat doktoreshin tjetër, për mojën herinat gjalla. Aty e kam pa që sa trimnesa janë ato. Se i kam njek gjatë gjithë kohë, sa e kupton, i shërbeni, po aty ishte bash zjarri, pra shku në aty. Ne të roqim komandant Rusemin, ramë brua, aty erën ato, e morën, dhanë shërbimin ati djali që u plagos, ky vdiq, dhe ajo është dita, pra pasi ishte nënshkruar në Kumanov, ato hedhen brasër predha. Me datën 9 në mbrëmje, me datën 10? Me datën 10, kjo është me datën 10 qershor është që po ndodhë në gjarja. U mërzitëm shumë, pra gjitha gëzim që patëm, ne u mërzitëm shumë që u vra një ushtar, u plagosë një tjetër. Edhe ka historia sa të dush, po Kosharja është një histori shumë e veçantë. Unë kam me 10 orë të pa ekspozuar akoma. Është një bukur që është ferri i Serbisë. Është një kënaqëri. Po është ferri i Serbisë. Është një kënaqëri. Siç është Kosharja, çdo cep i Kosovës ka qenë Kosharja. Po. Po ato e kam ndjek më shumë dhe aty ke ndjek edhe ke qenë dëshmitar. Me pasion. A çfarë ju jep të forcë të vazhdojë xhirimet bashkë përmes plumbave e bombardimeve? Shkoja aty me filmoje, fillova të njihja edhe personazhe nga më të ndryshëm. Bile një nga ato ishte edhe komandant Mehmet Fetau. Ata ja qunin Mladiç sepse e kishte pseudonimin. Xhemal Fetau. Xhemal Fetau. Xhemal Fetau. Xhemal Fetau. Se Xhemalin e kanë quajtur ashtu në Xhemal Fetau, edhe ram poshtë aty filmova atë kikën, poshtë dolëm sipër, takoj komandant Hisenin, edhe më tha, hajde për çpap, tha hajde ham bu këtu, ulëm aty edhe me Xhemal Fetau e lam që do bëj një aksion, thaj pas nesër, tha dhe do të vish me kamerën, do ta filmosh. Po i thashun dakor. Kur dolat pas nesër në ishte vëra, kishte filluar aksionin më parë ishte vëra. U mërzita shumë. Kishte dëshmorësh në domthon ka ndodhur që i kam filmuar dhe edhe nuk janë ka shumë njerëz nga ata. Nuk janë më. Po. E ndjen sigurisht këtë sot. Shumë njerëz. Ke emocion për të sigurisht. Shumë. Çfarë raporti krijuat me ushtarët e UÇK-s gjatë ditëve dhe netëve në front? Ishte vllazërore. Vllazërore. Ishte më shumë se vllazërore, sepse aty ishte një vend që
Tani për tani na dy bisedu ma vonë mas 1 minutë, nuk e di se fatin e secilit nga ata. Absolutisht. Ata njerëz që kanë marrë pjesë, ata për mua janë njerëzit më të mirë, një najka e kombit shqiptar. Takoje mosha të ndryshme. Gjithë. Djem të ri, 16 vjeç ishte nga Mulliqi, e kam gjetur 16 vjeç deri të rreth 90 vjeç ishte Jasiqi. Jasiqi për rrojën ati, baba, gjyshi i Besnik Jasiqit e Bojar Jasiqit, që merte pjesë luftë edhe baba Salihu, merte gjyshi edhe merte 2 djemt e Salihit merte pjesë. Të 2 dëshmorë ranë. Absolutisht. I ke gjallë, ke këtë Besnik Jasiqin. Po, e ndjekim pak? Po, tjetër. E ndjekim pak? Sa vjeç jeni ju? Unë jam 18 vjeçar. Çfarë armë përdorni këtu? Unë përdori topin 75 mm dhe armë tjera çfarë të është nevoja. Keni kohë që luftonin? Kam kohë që një vete ma shumë që luftoj dhe marrë pjesë në ushtërinë çlirimtare të Kosovës dhe kam dëshirë që kur mos i dam kësaj ushtrie. Sa vjeç tha jemi? Jemi 18 vjeç. 18 vjeç. E përballoni tot luftën ju me këtë moshë që keni? Do ta përballojmë deri në fund. Nga cili zonë e Kosovës jeni ju? Ne jemi nga fshati Jasiq. Jasiq. Ku i keni prindit? Prindrit deri me tani kemi pas në Kosovë dhe tani kanë dalë në Shqipëri. I keni takuar ndonjëherë ose keni marrë në lidhje me ta? Kemi marrë lidhje kështu, më thonë. Jo aq shumë veç rrallë shumë ndonjëherë. Mesazhi juaj për gjithë rinin kosovar dhe rinin shqiptar cili është? Mesazhi për rinin kosovar dhe gjithë rinin shqiptar është që t'i bashkohemi ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ta përkrahojmë ato deri në fund. Pra, këtu jemi në pikën ku Besniki vepron me topin, por vepra ti dhe bëjaria dhe trenia ti nuk kanë të ndalur. Pra, duhet të marrim mësim gjithë nga ky. Ky është edhe ndjeri ndër të partë që ka sulmuar rastin e Kosharës. Do me thonë, ka sulmuar në pika bashkë të kujnë caftuar dhe do me thonë vepra ti është kryer në madh të 100%. Pra, Besnik Jasiqi është prandërisht Kika. Pra duhet të mburrim me këtë djalosh të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Megjithëse moshën e re e ka dhe në rtrit e ushtarëve t'juaj, vëmëtaria e tij që nga e lavdueshme edhe për të dhënë në evidencë si luftar i mirë. Pra, gjithë rinia kosovare duhet të marrë mësim nga ky djalosh dhe ta ndjekin të gjithë rrugën e tij deri në shtërimin definitiv të Kosovës. Besnik, ju urojmë suksese. Faleminderit, gjithashtu dhe ju. Jo, për mas, për mas. Jo, mbrapa. Për trenisë e lejmërove. Urma për trenisë në pranim. Në shenjë. Jam ti me gjupë. Ullu me gjupë në mëse ndu ushtarak.
Trajtim patushës kik. Dhret një kolon e armikut. Pika 3. Zjarr! Goditja mrekullueshme, të lumë. Përgatitje tjetër.